Jemi në pjesën e fundit të emisionit miqdashur, po besoj që tash këto 2 javë të fundit I keni pa maturant e rinj që kanë nisë përfundimi I shkollave të tyre edhe fotot e maturantëve. Po sot kemi mysafir shumë special, nuk kemi maturant të rinj. I kemi 50 vjetorin e përfundimit të maturës, janë 4 nxënës të shkollës normale që ka qenë atëherë, e që pastaj e kanë vazhdu edhe shoqërinë e tyre, dhe janë bë kolegë pune të gjithë mësues që tashmë janë në pension. Unë e kam kënaqësi se sot I kam në studio të ftuar me Rushë Zogaj, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se vi gjitha. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve që keni ardhur, ashtu Ajet Brajshori, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve Aslan Bajrami. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur dhe Rageb Gjoshi. Mirëmëngjesi, mirë se ardhët. Faleminderit shumë krejt juve që keni ardhur sot, paka shumë me folë për historinë e juaj edhe shoqërinë, punën e gjitha këto. Po e nisem me gratë një herë, po I japim. Po duhet një përbashkëtim. Sonja Zogaj. Po e nisem me juve, keni pas 50 vjetorin e maturës para disa jave. Po. Qysh ka qenë? Qysh ka lutë? Me të vërtetë ishte një ndjesi shumë e mirë, shumë interesante, ishte një mall, një dëshirë, një histori, kështu që lirisht me thonë që ka qenë bukur, ka qenë e veçantë, ashtu si që thatë edhe ju, për arsye se ishim taku mas 50 vjete, ishim taku kryesisht me rezultate caktume që I kishim pas gjatë rrugtimit tonë jetësor, por që aty u bën të gjithë të barabartë. Ishim adoleshent, rreth 70 vjeçar secili. Ka qenë interesant sepse ne kemi marrë edhe takime tjera në përvjetor tjerë. Ky ka qenë më I veçantë për arsye se më morëm shumë me çështjet historike të shkollës normale, shkollës të famshme normale, të cilët na ndoshta edhe ndjejmë më shumë, po e dim që ka qenë një çirë dhe shumë e rëndësishme për shkollim, për edukim, dhe unë me qenë se siç thatë ju, jam me vetë një femën këtu me kolegët e mi, ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në emancipimin e femnës. Me emancipim, ju të rritë tash fort nuk e përdorni, sepse sikur e keni lënë më anash, por në gjeneratën tonë, në kohën tonë, ka qenë diçka tepër e rëndësishme, sepse shkollimi I femnës, që është baza për një emancipim, filloi me të madhe në shkollën normale. Mund të them tash këtu që edhe në atë kohë na çunin neve pak si shkolla e katunarve, kryesisht ishin nga rrethet, ishim nga Drenica, nga Gollaku, nga rrafshi I Kosovës, vajzat e para që u shkollun. Pak para neve edhe na që ishim në rrjedh. Kështu që ishte histori, edhe është histori, do të flasin kolegët e mi më shumë se këta janë marrë edhe me studime më thelbësore, por është një shkollë që ka dhënë zjarr, ka dhënë dëshira, ka dhënë kuadro, jo, këto du me cik, jo vetëm për këto që përmena për Kosovën, brenda Kosovës. Në shkollën normale të Prishtinës janë shkollu shumë kuadro, edhe vajza, edhe djem, nga të gjitha trojet shqiptare. Kjo është tepër karakteristike. Do me thonë, pikërisht në gjeneratën tonë kemi atë shumë kuadro që janë shkollu nga Maqedonia e Veriut, do me thonë tash, atëherë Maqedonia, vendet viset shqiptare, nga Presheva, Bujanovci, Mali Zi edhe më shumë, gjë që në takimin tonë, tash për lidhim për pretekstin pëse jemi këtu, në takimin tonë mujtën me ardhë, mu taku, me dha emocionet e tyne, veçanërisht e kisha cek, besoj që keni edhe në xhirime, një deklarat të shkurte ulaj, që ishte prej Malit Zi, ishin 7 ose 8 motra, dhe aty pranë shtëpisë time e kanë pas një shtëpi me qira, të gjitha janë shkollu, të gjitha kanë arrit në
maksimum në profesionet dhe hobit e tyre. Dhe ajo aq bukur e tha, atë çka e mora të shkolla normale, e barta në Tuzë edhe në Plavë. Po pastaj nuk mujta me qëndru pa u kthy në Kosovën, time se më kishë dhënë shumë. Kështu që, po tham, ka qenë emocion, ka qenë ngjarje, unë që më shumë jam e lumtur që na me një pequj vetë organizim, të marrë parasysh që na angazhu ajeti shumë, edhe zhvillum një aktivitet nuk mungun personat edhe nga jashtë, na ka knaq ky moment që ka nërë prej Suedis, prej vendeve tjera, Makne, Gjermania, Zvicër, nuk ka diskutim, po prej Suedis e prej vendeve skandinave aq larg me ardhë për një ngjarje të tillë është shumë e rëndësi. Sa mirë, apo ju shohim vazhdimisht edhe pamjet e storjes që kemi realizu bashkë me juve në 50 vjetorin, ku keni vendosur mas 50 vjetë me u kthy në bankat shkollore. Si nxënës, çish ke ndjesia për juve? Kush doni merrni fjalën? Po shet udhës, para se të filloj me përgjigjen pyetje, t'ju falenderoj që e keni kthy veshtrimin nga e kalora, sepse ne duhet dim ku ishim dhe ku jemi tani, ku synojmë të shkojmë. Shkolla normale ka luajtur një rol të rëndësishëm. Prandaj, jo rastisht dietari gjuhëtari i madh Eslem Çabai thotë se mësimdhënia është më shumë se profesion, është mision. Dhe ne nuk kishim shku vetëm për të mbaruar një copë shkollë, por kishim mision shpërndamin diturisë, sepse nga disa ulëmtime që kanë bërë në vitin 45 shqiptarët e Kosovës kanë qenë 95% analfabet. Dhe brezat para nesh dhe ne kishim për detyrë zhdukjen e analfabetizmit, e me pastaj ngritjen e cilësisë dhe shtrirjen në gjithë Kosovën të arsimit dhe edukimit. Shkollat normale kanë luajtur rol të madh për herë të parë në Kosovë me traditën e shkollës normale të Elbasanit. Ernest Koliqi si ministër i tokave të liruame ka hap shkollë normale në Gjakov fillimisht. Deri në vitin 53 shkolla normale ka funksionuar në Gjakov, sandemi është shpërngul dhe është sjell në kryeqendër, sepse edhe kryeqendra nga Prizreni ka ardhur në Prishtinë dhe në përdyrt e shkollës, bankat e shkollës normale të Prishtinës kanë kalu mbi 5.000 mësues të Kosovës që janë shpërndar anë kanë të Kosovës dhe për te trojve etnike, si që tha me Rushja. Formati i mësuesit në një shkollim 5 vjeçar për dallim nga shkolla tjera ishte ai që më pastaj i dha Akademisë Shkencave, një e tretë Akademisë Shkencave të Kosovës është shkolluar në shkollë normale. Pjesa dërmuese e profesorëve të Universitetit të Prishtinës janë profesorë tanë të cilët na kanë edukuar. Mos mi përmend me emër të gjithë sepse do njëjtë hym në hak, të gjithë kanë qenë profesor elitor. Dhe them se kuadrat që kanë mbaruar normalen mund të baraspeshohen dijet e tyre të atëhershme me studentët që mbarojnë sot ndoshta jo vetëm fakultetin e edukimit, por edhe masterin e edukimit. Kanë pas njohuri dhe kanë pas përgatitje. Kushtet e shkollës normale mi krahasu me kushtet e sotme, për atëherë kanë qenë të jashtëzakonshme shumë të mira. Kemi pas kabinetin duke filluar nga kabineti edukatës fizike, i batit, i muzikës, i kimisë, i biologjisë, i fizikës, ka qenë një shkollë elitore, shkollë model. Dhe mësuesi nga klasa, nxënësi i shkollës normale, nga klasa e 3, 4 dhe 5, 3 vite ka mbajtur praktikë pedagogjike në për shkollat e qytetit, do thotë krahas njohurive nga didaktika, pedagogjia që ka fituar në shkollë, i ka transmetuar edhe në shkolla, më pastaj edhe në shkollat fshatrave me tutje. Kështu që mund të them kishim një bibliotekë shumë të pasur. Pjesa dërmuese e nxënësve ishin vendosur në konviktin e shkollës ku ishte një konvikt në borën e shkollës, është një kampus i veçantë faktikisht edhe sot ku është au ku i vendosur ishte një jetë interesante që faktikisht në romanin Valë të jetës Vidal të Kokonës ose në historitë e konviktit maleve tona mund ta shish dhe ta preksh një ndjenësi të tillë. Pastaj kishim fatin që të njihemi, si që tha me Rushja, me njerëz me të rinj nga gjitha trevat. Do të ishte edhe një gjeografi në shkollën tonë e përbashkët, një atlas gjeografik i shqiptarëve që i përbashkonte edhe në aspektin kulturor, gjuhësor, gjitha ato divergjenca që ekzistonin.
roli i kësaj shkolle në emancipimin e gjithë bashkëm kulturor dhe arsimor është i pakrahasueshëm. Mund të them se më vonë tani është zhvilluar rrjeti shkolla normale, kanë qenë edhe 6 shkolla tjera në kryeqendrat më të mëdha të Kosovës, siç është Gjilani, Ferizaj, Peja, Prizreni, Gjakova, ka pasur Mitrovica, por megjithatë ka pri shkolla normale në Prishtinë për shkak se ishte kryeqendër dhe kishte një kuadër pak më të avancuar se të tjerët. Unë thash këtë rrëfim historik pak për të kuptuar maturantët e tashëm të sotëm se matura jonë ishte më ndryshe dhe ne kishëm një mision dhe një fat që hedhëm një hap transishëm në zhvillimin e arsimit, sepse ne jemi edhe ashtu të vonuar, qysh jemi vonuar me shkrimin, qysh jemi vonuar edhe me lirinë, me shtetësinë, me të gjitha jemi vonuar edhe në shkollë. Kjo pjesë e Shqipërisë duhet ta dinë të rinjt se ne s'kemi pas shkollë gjithë, sepse daton historinë e arsimit shqip se kemi pas 1584 në Stubull një shkollë kishtare atje në gjuhë shqipe, po ato janë vetëm raste. Shkollë të mirëfill shqipe deri në vitin 1918, vërtet 15 deri në 18-30 gjatë okupimit të Austro-Hungarisë që ka sjellë disa mësues dhe abetare nga Vjena, regjimi i atëhershëm, po pjesa tjetër e Kosovës që ka qenë okupuar pej bullgarëve nuk kanë pasur asnjë drejt, do të thotë kanë qenë privuar nga drejta mësimit gjuhës zemtare. Në vitin 18 Jugoslavia e Varsajt ka vendosur ndjekje të shkronjave shqipe. Dhe nga 18 atë ndyrsenishën mutozoni abetare ka qenë sikur mutozoni kambion me armatim. Do të thotë kjo ka qenë gjendja e shqiptarëve. Ata është mësuar në mënyrë ilegale dhe nuk ka pas shkollë në gjuhën shqipe. Ai që është dasht edhe ka dash shkojnë në shkollën serbe 4 vjeçare, është dash shkojnë një vit përpara si parashkollor të mësoj fillimisht gjuhën serbe dhe vllai me vllajën të ishin në klasë nuk kanë guxuar të komunikojnë nga daskalli, nga mësuesi në gjuhën anëtare. Kjo ka qenë pozita jonë. Gjenerata e fundit të shkollës normale? Ne ishim gjenerata e fundit 5 vjeçare, sepse më pastaj u transformuan në akademi pedagogjike 4. Atëherë shkolla normale kur ka qenë atëherë, kur e ke përfundu, ke mujt me u bë më një herë mësuesi diplomuar ke dalë dhe me ligjet e atëhershme pozitive nuk është kërku për mësues klasor më shumë shkollë. Do të thotë ke mujt pensionosh dhe janë pensionuar me shatarë tonë që s'kan dashur mu zhegit më tepër. Kretë që kanë marrë pjesë në 50 vjetorin e maturës, kanë qenë, po besoj që ju veç keni qenë edhe kolegë pune dhe jeni po kanë qenë, për shembull maturantët dhe nxënës të atëhershëm, tashmë kur jeni pa kanë qenë që s'ti keni pa për shembull për shkollës mesme, tash e keni pa në 50 vjetorin. Një pjesë e mirë e tyre ishte që për herë të parë mas 50 vitesh shiheshim. Dhe ishte një emocionet veçanta. Çfarë ndjesie ka qenë kjo? Ndjesi sepse edhe ta njesh nuk ka qenë lehtë me përjashtim të vijave karakteristike të figurës se shoku që kemi mbajtur mend pas një takim tjetër. Zotëri Bajshore? Unë fillimisht edhe njerë ju falenderoj për ftesën, edhe vërtet ju falenderoj se po jepni një publicitet në një shkollë e cila ka qenë elite e kohës, edhe ka prodhuar dietar të shkencës, të dijes, ka prodhuar dietar se si duhet adhej, si duhet liria, si duhet abetarja, ka prodhuar njerë të përmësuar si duhet familja, dhe mbi gjitha janë një armatë të tërë, si sa edhe kolegu Ragip, për ato vite sa ka funksionuar, kanë dalë rreth 5.000 më shumë mësues, që për çdo ditë ata kanë reflektuar dhe kanë rrëzuar rrezë dije mbi brezat në vazhdim. Prandaj shfrytëzoj gjithë kolegët të cilët i patëm fatin të takojmë para pak ditësh me datën 17 maj, me rastin e 50 vjetorit, edhe nga kjo studio i përshëndes dhe i falenderoj për punën dhe kontributin që ka dhënë në fushën e arsimit. Në jetë ka gjithmonë ditë veçanta, edhe 17 maj për neve edhe për gjithë kolegët është një ditë veçantë. Është një ndjenjë, është një emocion, gërshëtuar shumë gjëra. Shihemi pas 50 vite me kolegë, po me kolegë që kemi thënë shoq edhe shoq, vërtet është e papërshkrueshme. Por është e rëndësishme se arritëm të i falenderoj edhe kolegët në bashkëpunim, që të bashkojmë ata njerëz, ata kolegë që erdhën nga viset e ndryshme të botës dhe unë të buam me rastin e 50 vjetorit të
barimit të shkollës normale. Të flasëm për shkollën normale është ndoshta një emision pak, një libër pak, nuk mundim të përshkruar rolin e asaj shkolle, se vetë emri normale do të thotë standard. Do të thotë reformim. Do të thotë plotësimi standardeve në arsimin bashkëkohor. Kështu që ne gëzohemi jetës që kemi qenë pjesë e asaj shkolle dhe normalisht po e them edhe nga kjo studio, kemi thënë edhe në takime tjera, po të kesh mundësi të bëhet një reformim në institucione arsimore, me kënaqësinë më të madhe kisha kërkuar që të kthehet në erë normale për të përgatitur mësuesit, sidomos për mësimin klasor. Sepse po i veçoj vetëm disa tregues. Ne sot po flasim për reformën. Nuk po du me adresu në vetë, unë jam një person e arsimit për 50 vite që kom kaluar në të gjitha nivelet e arsimit para universitar, dhe si mësues klase, edhe si profesor gjuhë, por edhe kom dhejt shkolla dhe shkolla fillore, shkolla profesionale, shkollën teknike në 78 nëntor dhe kom përfundu me gjimnazin Ahmet Gashi. Po edhe sot jam përsëri në sferën e arsimit që përcjell zhvillimin e arsimit në komunën e Prishtinës si ekspert për arsimin para universitar. Po i them disa tregues që në atë kohë pedagogët tanë kanë thënë. Na kanë mësuar për format mësimore, që sot po flasim reforma mësimore. Kemi mësuar për puna me nxënës individual, edhe sot e kemi puna me nxënës individual. Kemi mësuar për nxënës në qendër, puna në grupe na kanë thënë pedagogët tonë. Kemi mësuar për mësimin e gjithë përfshirë apo frontal, që janë 3 format të mësuarit, forma frontale me punuar me gjithë nxënësit, forma në grupe me nda klase në grupe dhe me punuar, dhe forma individuale me punuar me nxënës në mënyrë individuale, ata që kanë gjetje në mësim, por ata që kanë nevojë me ju dhënë mësim shtesë në aftësitë e tyre. Kështu që mendoj normala është e papërsërishme, duke respektuar gjithë institucionet arsimore që përgatitin kuadro për arsim, por vërtet ka qenë një tempull i fuqishëm i dijes, një kompani e fuqishme e dijes, një shkollë e madhe që ka dhënë shumë për arsim. Prandaj, ata kolegë që ishin atë ditë, dhe ne bashkë me ta, mendoj që në raportet kohore, pas mbarimit normalis, kanë marrë detyra, kanë përcjellë edhe shumë zhvillime shoqërore, e sidomos po veçoj vitet e 90-ta, që për mua janë vitet më të arta, krejt që ajo plead e normalizëve ka përballuar gjithë atë rezistencë dhe ka mbijetuar arsimin shqip, që këta quajnë, e është fjala për okupatorin serb, arsim paralel, kur ne s'kemi pas arsim paralel, se ne kemi qenë në shkollat tona, kemi qenë në institucionet tona, kemi qenë me nxënësit tanë, me kuadrat tona, me programet, kështu që i falenderoj edhe një herë për atë punën e mrekullueshme që kemi bërë bashkërisht në vitet e 90-ta dhe kemi arritur të kalojmë atë sfidë të madhe dhe sot e kemi një gjendje çfarë kemi. Kështu që me pak fjalë mundoha ta bëj një rezime të shkollës normale që vërtet do ta plotësojnë edhe kolegët, është një shkollë e papërsërishme, një shkollë elite për përgatitjen e mësuesve, për mësimin klasor, sidomos po i ka hapur rrugët edhe për gjitha fusha tjera të jetës. Ka shumë i njoftuar edhe shikuesit për shkollën normale, gjithë gjeneratat e reja, ndoshta që nuk kanë pas shumë informata për shkollën normale, nuk e kanë ditë. E tash fokusim po shkojmë edhe tek shoqëria juaj, tek kolegialiteti dhe 50 vjetori i maturës. Zotri Bajrami ka qenë, për shembull, dikush që ka mungu në maturë, nuk ka mujt me ardha, apo dhe ndoshta ka ndru jetë që nuk është më në mesin e juaj. Po, ishte vërtet një ndjesi e jashtëzakonshme. Takoheshim pas 5 dekadash. Gjithë ishin të thinjur, thuajse. Dhe ai takimi parë, ai përfityrimi parë, të krijonte percepcionin se ishim rikthyer në vitin 70-71, kur ne fillum si gjenerate e fundit dhe mbarum në 74-75. Ne ishim dikun 20 e ca veta në këtë ballafaqim 50 vjeçar. Normalisht ishim 5 paraleli me sa e diunë në gjeneratën e fundit, ka pasur shumë më shumë nxënës, mungonin shumica, ka dhe bashkënxënës tanë që kanë qenë pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kanë dhënë jetën për lirinë që sot e gëzojnë. Në këtë mbërëmje, në këtë aktivitet
që ne organizuam, normalisht shkëmbyme dhe batuta, solëm epizodet ndryshme nga ballafaqimet që kemi patur qoftë në kohën e djalerisë son që ishim, ose me pedagogët, profesorët tanë. Ishte edhe një pedagog yni aty, profesori fizikës, Remzi Kica, me sa më kujtohet, dhe kjo neve normalisht na dha dhe një emocion të veçantë për të kujtuar gjithë ata profesor përmes të cilëve ne normalisht kemi mësuar shumë, përveç asaj çfarë parashikojnë në plan programe, siç i qunim ne atëherë, profesorët sidomos të lëndës së historisë, të gjuhë letërsisë, të filozofisë, ne mësonim edhe filozofi, edhe sociologji, edhe logjik. Domethënë, donin që neve të na brymosnin edhe më shumë se që parashikojnë në kurrikulin e atëhershme të shkollës normale. Më kujtohet profesori historisë Krasniqi, Gjevat Krasniqi, i biri i Metush Krasniqit, i cili ishte një profesor kogja jashtë për kështu në kuptimin e gjuhës së trupit, por që jashtë asaj çfarë na ligjeronte ai, na tregonte edhe për ato lidhjet që fillun atëherë me Shqipërinë. Në vitin 1970 ju e dini u kriju dhe Universiteti i Kosovës, fillun të vinin profesor nga Shqipëria. Ne si të rinj që ishim shkonim edhe i frekuentonim edhe leksionet e tyre her pas herë kur kishim kohë, ose në aktivitetet e ndryshme kulturore. Në foajeun e teatrit të atëhershëm të Kosovës erdhi një ekspozit me boceta dhe buste të Odise Paskalit. Si Ciciron ishte aty Montaz Dhrami dhe mu sot më kujtohet kur e shpjegonte portretin e Skënderbeut, sepse deri në vitin 68 e këtej ne shumë pak kemi ditur këtu në Kosovë për Gjergj Kastriotin Skënderbeun, për historitë tona. Dhe po ju sjell një epizod që më kujtohet mu si fëmijë kur kam qenë në vitin e parë ose të dytë të shkollës normale, dhe ne shkum të organizuar që ta shohim ekspozitën. Shikoni të dashur nxënës dhe studentë, shihni si Odise Paskali, skulptori, e ka vijizuar Skënderbeun. Ai ka qenë shqiptar, e morën turqet, por e kuptoi që ka gjak shqiptari dhe u kthye që ta çliroj atë dheun, e kuptoni ju, ta çliroj atë dheun, sepse ne në atë kohë ishim të robëruar dhe këto normalisht ne e ndiznin atë dashurinë, vetëdijsimin, ndërgjegjësimin ton kombëtar që na mungonte, edhe pse në familjet tona flitej, por hapur ne nuk i shfalosnim këto takime që kishim me të tjerët. Pastaj në ato vite vinte edhe literaturë nga Shqipëria, që i lexonim edhe fshehurazi, librin e kalonim nga njëri koleg tek tjetri. Më kujtohet një poezi që më ka mbetur në kujtesë e Gjevahir Spahiut me një titull histori. Gjaku pikoj, thot, e hodhi rrënjë në gur. Ne, kur nuk patëm armë, shkullem njerën nga brinjet dhe e bëm shpat. Kjo të motivonte, të nxiste, të mobilizonte. Dhe me thënë, ishin këto momentet jashtëzakonshme që ne i kemi pasur në atë kohë dhe na kanë brymosur, dhe besoj se brezi ynë, i cili e mbylli ciklin e normales që filloi në 1909 në Elbasan me drejtor Luiz Gurakuqin dhe që u rihap normalja në Prishtinë me 1953 si produkt i një vendimi që e tha profesori të Ernest Koliqit në vitin 1942. Ne ishim të fundit që mbyllëm këtë cikël dhe besoj se kjo do të ngelet në histori si një periudhë më e lavdishme për sa i përket bazave të arsimit shqiptar në përgjithësi. Ndërsa para 50 vjete, që e keni festu maturën, e keni festu si kur sot me qëveshësh, me fustane dhe kostume dhe me muzik, apo ka qenë ndryshe? Ne kemi pas organizu bukur ka qenë edhe atër para 10 vjetësh, do me thonjë 40 vjetur. Po, është kur e keni përfundu shkolla normale, dhe më thënë, e kënë fjallën kur keni qenë zanës dhe keni përfundu, ka qenë matura, keni pas, si kur sa që shenë? Ka qenë ma modeste situatë, nuk është si kur ju, për shamu me kam besën ta që ka, se mi maturën edhe që një 6-7 mujtë tjetër, gjanë nuk bisedohet shpinë tonë, vetëm dhja që shka me shkeqy. Ne nështë nuk kemi pas këtë luks, nuk kemi pas atë shku, nuk kemi pas edhe mjetëm financiare, por në mënyrën tonë e kemi
organizu gjithë shkafin bukur. Unë po du me cik tash në këtë rast, të ju falenderu shumë që na keni dhënë këtë mundësi, që shkolla normale, asaj kohë ka qenë e dalluar në Kosovë me aktivitete të ndryshme kulturore veçanërisht, e posaçërisht në aspektin e letërsisë, e poezisë, ka qenë grupi letrar Migjeni një ndër grupet më aktive në Kosovë. Dhe unë ma i men, atë kohë ma i men shumë, e kam skalitur në kokën time. Në kuadrët normale s'ka qenë. Kuadrët, po, në kuadrët shkollës normale, po se nuk e më rëshqiti ajo, aj plotësim. Ne merreshim me organizime letrare, duke i ftuar shkrimtarët më të mëdhenj të Kosovës. Dhe aktivitetet, ishin edhe aktivitetet sportive dhe të tjera, po unë du të flaset po të thej që grupi letrar Migjeni, shkollës normale, ka qenë një ndër më aktiv, jam me bindun, në atë kohë në Kosovë. Kemi vizitu, kemi ftu, sepse kemi pas kushtet edhe për krajen, edhe për personelit, por kemi pas edhe kuadra tona arsimore, do me thonë, nga radhët e nxënësve. Për shembull, na kemi pas Adem Gashin, shkrimtarin, njeriun shumë të madh, shumë të mirë që na ka organizu në atë grup letrar, dhe që na ka dhënë shtysë dhe nxitje më marrë, dhe vetëm pothuajse shumë me art edhe me lexim, me poezin, sidomos po edhe me tjerë. Por shkolla normale, dhe ceken edhe kolegët e mi, është dallu edhe në aspektin tjetër, po unë deshta me potencu aspektin letrar, e kemi pas sallën, shumë të bukur, me kushte optimale, por natyrisht që kemi pas përkrajen edhe të arsimtarve, profesorve tonë, që kanë qenë, vërtet na themi kur takohemi kanë qenë akademik, kuptimin e mirëfill të fjalës, sepse ishin shumë të ngritur, shumë profesor tanë, jepshin mësim, ose ishin edhe të afirmuar si shkrimtar, ose si letrar të shuar, në nivel të Kosovës, në nivel të universitetit, edhe na jepnin edhe neve mësim në landet e ndryshme, kështu që ka qenë me të vërtet një shkollë model, tani si që tha dhe Ragipi, na kemi pas shumë të favorshme situatën kur e kemi pas edhe konviktin, sidomos që po du me fokusun çështjen e arsimit të vajzës shqiptare, sepse konvikti ofron të shumë përparësi, shumë siguri dhe shumë nxitje për mësim. Kena pas raste, për shembull, vajzat që kanë ikë prej shtëpisë, prej fejesave të padëshirume, të hershme, të mërshme, edhe kanë ardhur janë vendosur në atë konvikt që ka qenë shumë i sigurt, shumë i rregullt, edhe arsimtarët tonë, edhe na normalisht i kemi përkra, dhe sot janë mjeke, siç e kemi pas edhe rastin, prej Shkupit që kemi doktoreshën, janë edhe profesione tjera, sepse nuk kemi shku të gjithë. Që shka funksionu konvikti në atë kohë, keni qenë bashkë vajzat në dhoma të ndryshme, apo... Po, ja, ka qenë... Me roje. Kushtet kanë qenë të mira, ushqimi i përbashkët, por dhomat natyrisht që kanë qenë të ndome, ka pas shumë interesim. Ka pas siguri, ka pas roje, ka pas interesim. Jo mi alon si his në shqimtri, po. Kështu që deshta me cekë aktivitetin madhë që u zhvillu edhe jashtë mësimit, përderisa kolegët e mi ka janë marrë edhe me studime më të thella për çështjen e arsimit, por edhe një do ta them këtu. Po t'ishte e mundshëm, ndoshta pe u hazoj prej një shoqes time Mire Gashit, edhe një herë të kthejmë të bën sa 15 vjeçare, prap do ta zgjedhja shkollën normale. Përsëri dhe për shfrytëzoj pak, për keq përdori këtë. Unë mbesën time e uroj gjithmonë, thamë, dëshiroj që të bëhat mësuese. Edhe thot ajo, e di gjyshja dëshiron që unë të bëhat mësuese, sepse është një mision, vërtet është një mision shumë interesant një. Ne kësha me shtu edhe pak, Gipën falë. S'ka probleme. Shkolla normale, përveç që ka përgatit anën profesionalit të mësuesve, ka pas edhe rregullat strikët i quaj kështu, në kodin e veshjes
në etikën e punës. Ne në atë kohë, për shembull, në praktikën profesionale kur kemi shku, është dashur me shku me kostume i veshur, edhe ju tregova kolegë, duhet të tregoj që ky kravat është tash e 50 vite. Për herë të parë ku vendos kur kom marrë praktikën profesionale dhe me një nostalgji e ruaj, se ka qenë diçka e veçantë për jetën time. Por edhe diçka, do shta s'kemi pas gjithmonë kostume, por i kemi huazue njeni të tjetëri, kur kemi shku në orë praktikës. Se pedagogët tanë nuk na kanë leju me shku ne, mos flasë me fermerka, me forma, ose kolegët në fustonash, kur ka qenë etik, kodi i veshjes ka qenë rregulluar. Gjithçysh është dashur me pas kravatë. Absolutisht. Ke mujtë me shku në orë mësimore për pas kostumet, kravatët, veshjet, besa edhe flokët e rregulluar edhe të gjitha. Do të thonë as ka qenë me parime të shëndetshme, dhe për atë mbetet shkollë elite në përgatitjen e kuadreve. Në shtet kur e ka arsimin e shëndetshëm e ka të garantuar dhe zhvillimin në çdo fushë. Dhe vetë shteti është i shëndetshëm. Prandaj, kjo ishte një koincidencë, po them, edhe njëherë ju falenderoj, ju tregova kolegëve, tash duhet ta tregoj këtë moment se vlet vetë. Po mos e kishim dashur normale, mos e kishim dashur uniformën. Edhe sot e kësaj dite mundohemi me mbajt, nuk mundim me ikë prej kësaj. Për pedagogët që folen edhe kolegët, kemi aq shumë me thanë që nuk mundemi me përshkruar me pak fjalë. Vërtet ata na kanë orientuar me njoft veten. Unë nisem prej vetvetes. Me dash ta dhërin, me dash flamurin, me dash gjuhën. Kështu që disa kanë shku në amshim, Zoti shpërblef me të mira, ata që janë edhe na shohin sot i falenderojmë përjetësisht për atë që kanë bërë për ne. Raketin farë se pak dash. Po duam ndal te kravata edhe një herë që e përmendet që tash e 50 vite që e ke kravatën, është kur ke pas praktikën e parë, si mësimdhënës që e ke vënë këtë kravatë? Po ne nga klasa e 3 të shkollës të mesme, kemi filluar me marrë praktikën profesionale. Fillimisht kemi shku si veshguesi në klasë, bashkë me mësuesin e landës. Atëherë kemi pas 6 landë, secila landë ka pas metodikën. Edhe atëherë kur ke shku e dash me pas pamjen, që kur e hytë nxënësit, normalisht më u duk ta më mësues. Se nxënësi ka atë imagjinatën e figurës së mësuesit, se mësuesin e mbiçmon që është mbi të gjitha. Blen në momente caktuara e te kalon ndoshta edhe prindrit. Por sidomos në praktikën pedagogjike, që ajo ka ndodhur në vitin e 5, nuk e mujtë me hyj asën tem diplomës, as me diplomue, pa mbajt 30 ditë praktikën pedagogjike. Vete ke bë planin, e shkue, e konsultue me se shkollat na i kanë nda në shkollat e Prishtinës pedagogët tanë, ke shkue të shkolla ku të kara, mu ka Pjetër Bogdan, që ato e ku majt 30 ditë, ke kontaktu mësuesin apo mësuesin e asaj kohe, dhe për një muaj ditë ke marrë ke bë programin e të gjitha landët. Gjuhë shqipe, matematikë, detyri natyrë dhe shoqëri, landa u quaj kështu, kulturë figurative, kulturë muzikore edhe edukat fizike. Paralel me të i ke ndërtuar edhe metodat e punës, teknikat e punës, format e punës, e ke dorëzuar të mësuesja apo mësuesi i klasës, ta ka dhënë versionin, vlerësimin dhe një muaj ditë ke pas udhëheqjen e klasës. Kjo ka qenë e përgatitja finale që të nesër pas nesër me fitu të drejten me mbrojtë dhe temën e diplomës e pastaj me marrë dhe diplomën. Këto kanë qenë kriteret jashtëzakonshme që edhe sot, e tha dhe me rushja, unë po me knaqësi e kësha këthy në normalin, por profesionin e mësuesit nuk e nëroj me asgjë. Unë deshta të kthehem të plotësoj pak kolegun, që më shprushi disa ndjesit i them për këtë profesion. Fillimisht duhet them që neve na ka intrigu si shkollë, vijimi kësaj shkolle për arsye se jo çdo kush ka mund të regjistrohet në shkollë normale, ka pas kriteret të regjistrimit, ka pas provimi për nusin nga lanë caktuara dhe është veshtruar nxënësi edhe nga ana fizike, psiqike, a din me shqiptu gjitha shkronit, a ka vesh për muzikën, për gjitha do thotë është për zgjedh kuadrin. Çështja tjetër është që ne në qendër të vëmendjes kemi pas formimin e gjithanshëm personalitetit. Mësuesi është luajnë një instrument. Patjetër rregull muzikore kemi pas sidomos mandolinën. Mësuesi ka qenë figurë që është dashur të reflektoj të tjerë dhe mire tha
profa që ne kemi pas obligim dikush thot po shkollë lindjes, që të kem kecele, edhe vajzat edhe djemë dhe mos shkojmë dikush pse ka qenë më i pasur, tjetri më i varfër, të shkojmë me ndryshime. Në klasë të hymë gjithë dukemi njësoj. Kjo ka qenë ajo. E dyta, formati i dukjes gjatë praktikës, kriteriumi, vish duhet të them për gjeneratët që vinë edhe shkojnë vinë shkollë, ndoshta vinë me pak dije në shtëpi. Ka pas nxënës që ka humb vitin e 5, vish një provim, ka mbet në riprovim, edhe ka humb klasën. Ky ka qenë kriteri. Do thotë i ka kry 4 vjeç, 5 vjeç shkollë, ka mbet në riprovim një klasë, është dashur me përsërit edhe një herë. Diplomë kena pas si në fakultet, disa fakultete s'kan diplomë fare, provim diplome, 30 faqe me shkruaj tem diplomës, 5 provime me hy kryesore, provimet kryesore. Ka pas njeri që ka punu mësues 10 vjet e s'm ka diplomu. E ka kry shkollën normale, ka qenë nxënës që ka mbaru shkollën, por nuk ka qenë mësues i diplomuar. Do të thotë, kriteriumi i formimit mësuesit ka pas vlerë. Dhe unë me përgjithësi po them si profesor i shkollës i fakultetit të edukimit, i fakultetit mësuesisë, që nxjerrim mësuese. Ky kriter sot nuk është. Ma dorëlirë janë profesorët sot shumë herë se sa atëherë reflektimi i mësuesit ose mësueses, kur e përmeni dukjen. Unë ju tham shpesh edhe studenteve, unë kënaqesh na kemi rast mrekullueshme dhe veshja në ditë e lira, në kohën e lirë, njerëzit është e lirë në zgjedhjen e saj, por ora mësimorit është e shenjtë. Sikur se hoxha që ka uniformën në vetë, prifti e ka të vetën, policë, ushtaraku, edhe mësuesi duhet ta ketë uniforma, e mësuesit është dukja normale. Nuk është miniqi për mësuesin me shku në klasë, kërkoj ndjesë për fjalorin, po them se këtu çdo rregullim, edhe shoqëria duhet i kushtoj vëmendje ta ketë prioritet arsimi lispaku një afat qeverisë. Pa lek, nuk reformuat arsime me fjalë të mira me. Veç ta marrëm formatin e formimit kombëtar që e përmeni profesori. Ne tem klasën e 8, brezi jon, nuk kemi mësuar histori kombëtare. Se programi shkollor është ai që e formson individin. Ka dush të qenë me programin, me kurrikulat. Dhe kurrikulat tona ne kemi bë shumë të mira. Kemi ndikuar me pas kurrikula në edhe të shtetet më zhvilluara, por kemi esë në për gjitha shkallët në implementimin e tyre, a janë krahas tyre mjetet mësimore, a janë tekstet mësimore, a janë gjitha këto në harmoni me gjithë këto zhvillime, jo. Prandaj, po them edhe një herë, nëse shoqëria nuk e kthen kryt nga arsimi, nuk do të kem as drejtësi, nuk do të kem as ekonomi, as shëndetësi, as fusha tjera të shoqërisë zhvillim, sepse ne si kuadra jemi formu edhe në aspektin e përmendni një segment të grupit letrar me Rushja, që ka dhënë shkrimtar, siç është Rifat Kukaj, Azem Shkreli, Recep Hoxha, krejt ka kaluna për çat grup letrar. Por ka pas revistën e vet normalisti atëherë. Po ka pas edhe ekipe sportive, për shembull Ali Dema ka qenë një hembullist i shkëlqyeshëm që ka pas ekipin normalisti që ka përfaqësu. Tjetër, ne kemi përgatitur shfaqjen shtat shaljant e dramat e tjera, cuca maleve tjera në shkollë që do të ka funksionuar edhe grupi dramatik. Edhe jetë kulturore ka pas. Formimi i atij kuadri, i atij brezi ka qenë i gjithanshëm dhe për këtë nuk ka katedër në Universitetin e Prishtinës që nuk ka pas spaku 2-3 profesorë shkollës normale. Mas vitit gjatë e 6, kur fillon një frimarje e re për shqiptarët në Kosovë, deri në 81, ka një ecje të mrekullueshme në zhvillimin e arsimit. Dhe përkundër plafonit që e kemi pas nga shteti që ka qenë okupator për ne gjithmonë është trajtu, mësuesit kanë shfrytzuar mundësinë që jashtë kurrikulave, jashtë programit të ndikojnë formimin tonë. E ne e kemi përcjellë më pastaj më të tje atë që në ka ofru neve. Prandaj, them se nëse dojmë të kemi një shoqëri të shëndosh, do të investojmë shumë në arsim. Edhe e thëtë, Sami Frashër i kujtoj, thëtë nëse dënë të investosh për një vetë mbil drithra, nëse dënë për 10 vjetë mbil pemë, nëse dënë për tërë jetën, do të investuar në arsim.
Po flisni me shumë krenari për kohën e juj të ateshme, sidomos për gjeneratën. Zotri Bajrami, se na metëm pak edhe në fund, kështu që kemi edhe pak minuta që na kanë metë, se kemi edhe shumë qka që me bisedu për shkollën, për gjeneratën e juj, për gjitha këto. Por të foli pak edhe për rinin, për shembull, kur e keni përfundu mandej shkollime, shkolla normale, keni qenë koleg, e keni vazhdu ende shoqërinë. Qysh kanë qenë ato fillimet e juja kur filluat si mësues emocionet? Është kongresi i unifikimit gjuhës është mirë me folë se i ka 72. 72 në qatë si prezë. Dhe me thanë, në atë kohën kur ne ishim nxënës të shkollës normale, në vitin 72, mbat kongresi i drejtë shkrimit në Tiranë. Dhe ky kongres normalisht është paraprin nga një komision i gjuhës këtu në Prishtinë në vitin 68. Komisia e gjuhës, komisioni i gjuhës shqipe. Lajmotivi im ishte kjo që e tha profesori, që ne t'ishim për hapës edhe të diturisë, po edhe të dritës. Ky ishte lajmotivi. Unë pak kam punuar në arsim. Por e kujtoj shumë mirë këte që ka të bëj me kongresin drejt shkrimit, profesori gjuhë letërsis një mazlum Hasimja, ka qenë nga Gjakova, edhe thoshte, ja shikoni tashi, gjuhat do tjetë... Jetë këta nuk din që ne kemi pas tekstet gëgnisht. Na betare nana i kemi thonë, jo nëna. Dhe ka qenë një thymi, një kthejsh e madhe. Se si du ta vendosim theksin për shembull të nana ose asht, ky asht e ky s'është. Po, edhe mazlumit është, do me thënë, pas një viti që ishte kodifikuar ose unifikuar gjuha me një normë standarde, thoshte, shikoni, tashi ne nuk do të arrim së shpejti ta zbatojmë normen, por ju këtu në shkollë do të flisni me këtë gjuhën e unifikuar, sepse kjo është gjuha e shkollës, që juve do t'ju shërbej kur të rriteni, qoftë si profesor, qoftë si mësues, qoftë si profesione tjera. Ndërsa në shtëpi vazhdoni të flisni me gjuhën e lagjes tuaj, qytetit, e fshatit tuaj. Faktikisht, ai donte të na çkompleksonte nga kompleksi që pa tjetër duhet ta flasësh gjuhën e standardit edhe në komunikimin e përditshëm. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme për ne që bëheshim mësues, që edhe nxënësve nesër kur do t'ju jepnim mësim, t'ja u shpjegonim këtë formë të komunikimit edhe brenda mjedisit shkollor, por edhe jashtë mjedisit shkollor. Sepse keni punu shumë në arsim, sa vite keni punu? Unë e kom punu një 6-7 muaj, do me thënë jo ma. Okej, mandej keni vazhdu si gazetar? Ma vonë, pasi kam shkuar, pasi kam marruar studimet, kam punuar një kohë në televizion Prishtinës, pastaj kam vazhduar në radio televizionin shqiptar. Dhe me thënë, dhe kjo që e tha shumë, dhe me thënë, ka qenë shumë me rëndësi për mësuesin, për profilin e tij, që në komunikim me nxënësin, sepse ai është një prind i dytë, faktikisht atë ta kompleksoj, ta bëj sa më të çlirshëm përpara një mësimi, përpara një detyre, përpara ku ta diunë një ushtrimi etj. Dhe kjo besoj se edhe në ato orët e praktikës që ne i bënim na sugjeronin pedagogët tanë. Domethënë, mësuesi është një diçka që secila kulturë në botë e çmon, e vlerëson. Dhe ne duhet sot në këtë distancë kohore të gjeneratës son t'japim këto mesazhe që dha dhe profesor Gjoshi, që prezi i ri, që për mua është shumë më përpara se që jemi ne, mund t'jenë edhe produkti asaj që ne kemi transmetuar brez pas brezi edhe nga kolegët tjerë që kanë dalë prej nesh, ka mundësira më të mëdha se që kemi pasur ne, është më i avantazhuar, ka dhe teknologjit e kohës, por me gjithate një gjë sot mungon. Kjo është ajo vretja ime, leximi. Du të lexohet më shumë. Leximin në libra fizik, jo në libra elektronik. Edhe aty mund të lexosh, të marrësh, të mësosh, por leximi në libra fizik, kjo të shtin të meditosh, të thellohesh, të zhvillosh imagjinatën, të sugjerosh fëmijëve që të lexojnë, sepse ata futen në një lloj filozofie të një ngjarje, të një kutadiune, ndodhije, dhe leximi fizik është më së i domosdoshëm në shkollat tona. Kjo do ta bënte shkollën më cilësore,
edhe më produktive që ajo çka është një tradit pozitive të kultivohet edhe të mos anashkalohet. Në pyetjen që bëre Se ndoshta nuk u përgjigja fort në pyetje. Po, duhet plotësoj atë. Desha më lidh me atë që e filloi profesori ta vazhdoj thashtë unë. Po, unë kom pas fatin kështu se posa kom diplomuar dhe të filloj me punu. Kom marrë klasën e parë në vendlindjen time në Sharban. Ashtu si që kemi pas përgjegjësinë të bëhemi mësues sa më të devotshëm, me parimet se puna e mësuesit ka misionin, ka pasionin dhe është art. Puna e mësuesit duhet të jetë art. Mendojsha si do ta shoh klasën, si do të më presin nxënësit, si do ta kryej detyrën time më të mirë profesionale. Qasja në komunikim me nxënësit është shumë e rëndësishme, është normë pedagogjike, po qasja edhe me njerëz, biseda me prindër, me bashkëpunëtor profesional, po në veçanti me fëmijët. Po veçoj nga pedagogët tonë që na kanë mësuar në këtë rast, po përmeni profesorin e psikologjisë, Besnikun, i cili thoi ke edhe Palok Berishën, pedagog, dy njerëz që ka marrë shumë nga ata, keni parasysh se nxënës edhe nëse nuk të njeh ty, parashef që je figura me çmueshme, mbi të gjitha. Prandaj keni kujdesën në qasjen e parë, në takimin e parë, nëse arrini ju me i përmbush të gjithat imagjinatën e fëmijëve, atë paraftërimin e fëmijëve, qysh dënë me pa mësuesin, ai prej atij momentit ka me qenë shpirtërisht i lidhur me mësuesin, por edhe ka me dhonë maksimumin me marë sa ma shumë për mësuesit. Prandaj të i pas parasysh këto, norma pedagogjike jemi munduar ne qysh në ditën e parë me të reguar atë ngrohtësinë me nxënësit tanë, qasjen pozitive me nxënësit tanë, ta mbulojmë, ta përmbushim misionin tonë, me punën tonë, të bëjmë mësimin vërtet art, atraktiv që nxënësit më duk larg nga dita në ditë me arë në shkollë, dhe jo mja mërzit, të them kështu, shkollën, kështu që për aq sa kemi punu me nxënës, jemi munduar gjithmonë të jemi në këto parime, dhe nuk do të thotë që kemi dhënë më të mirën të mundshme, por kur i shohim sot nxënësit tanë në nivele të ndryshme, e shohim që ai është produkti jon dhe ndihem krenar unë dhe kolegët e mi që kemi bërë një punë të mrekullueshme në përgatitjen më të mirë nga shkolla normale. I përkulemi të gjithë pedagogëve dhe asaj shkolle që thash është me nëse merr në gjuhë përkthen gjithku në kje shkolla normale, shkollë standarde, shkollë me model e kështu me radhë. Kështu që kjo është ai momenti i parë me nxënës është i ndihshëm. Po më fal veç me rushë se peshop, por nuk do të thotë që veç ditën e parë. Po e them me një modesti, jemi munduar gjatë këtë periudhës që kemi punuar me nxënës dhe pranë nxënësve, edhe drejt për drejt me ta në mësimdhënie dhe mësimdhënie, por edhe në menaxhim shkollave që kam qenë gjatur në menaxhim, jemi munduar të kem qasjen më të mirë, po në veçanti me nxënës. Edhe po e them vetëm një detaj edhe po e mbyllim. Në çdo shkollë që kam mëdheq, në 5 shkolla kam mëdheq, gjithmonë ju kam thënë pedagogëve, mësuesve, sa nxënës i kemi, ka pas shkollë që kam mëdheq me 1400, me 3200 nxënë e lajdin, më nejtë 3200 dyrë qelen për me ardhë sot të një derë këta nxënës. Cila është e derë? Dera e shkollës. Apo shifni sa kemi përgjegjësinë ne për misionin tonë. Kështu që këtë formë munduar me përcjell në pas parit të bashkëpunëtorët e mi mësimdhënësit e pastaj nxënësit më një mirë në shkollat ku kam qenë dhe ku kemi punuar. Faleminderit. Po kthejmë, po jo s'ka gjë. Te pyetja që bani zonja, qysh takohemi, do me thonë, a krena pas me njerë takimet caktuara si normalist. Mendoj që kemi pas takime se përafërsisht në atë kohë në shkollën e mesme je i barabartë. Dhe mi shpërndosi cilin në vendet tona, po kemi majt, nuk ka pas internet dhe forma kështu të komunikimit masiv, si që është tash mundësia, por kemi majt takim. Por deshta me thonë, që ndjesia e takimit me nxënësin, me kolegun, me shokun e shkollës mesme nuk krahasohet me asnjë tjetër. Unë kam kolegë dhe majmë takime edhe me shok të fakultetit. Kjo e shkollës mesme, ky takim që e kishim organizuna me datën 17 maj,
ka lënë mbresat jashtëzakonshme dhe lënë edhe mendoj që edhe të gjithë shokët dhe shoqet që i kishim, lënë mbresat jashtëzakonshme sepse jenë në një fazë shumë të rëndësishme të jetës që ke pak interesa tjera profesionale, se të gjithë ishim mësues, të gjithë kishim ato synime, kështu që po du më të përgjegj me përmbyll që kena moj takime dhe janë me shumë interes dhe kanë qenë me shumë interes edhe shumë të rëndësishme për jetët tona. Në bota kënaqësi shumë sa që diskutum, po se... Mesazh do të ishte mirë. Po, patjetër. Shteti, qeveria duhet ta kthej kokën nga arsimi, nga formimi profesional i formatit mësimdhënësit. Për gjitha nivellet, pe parashkollorit që është niveli më i ulët, po më i rëndësishmi, e deri te doktorata është mirë një reformë. Ne nuk mund të krahasojmë me shkollën normal dikush me kur ishte i vetmi burimi i dijes, po thuaj mësuesi. Tash në këtë kohë të inteligjencës artificiale, ne duhet të kemi një qasje tjetër dhe për këtë ka ndrua edhe formati i mësimdhënies se nxënësi është në qendër, nuk është mësimdhënës se mos i di kur. Por shoqëria është duke bërë pak në, për shembull, një shembull, formimi kombëtar bëhet kryesisht në familje dhe në shkollë. Asnjë roman nuk e kem të mirëfillt që mund t'ja sugjerojmë nxënësve si literaturë me lexu si lektyrë shkollore për luftën e fundit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është e tmerrshme kjo. Kërkoj ndjes. Faleminderit shumë për mesazhin që dhat zotri Gjoshi. Besoj që do të vim edhe në 55 vjetorin, a? Po pse jo? Do shihemi prapë. Faleminderit shumë që keni ardhur sot në studion tonë me ndo historitë e juaja. E gjithashtu falem pak edhe për emocionet që ua ka dhuru 50 vjetori i maturës. Unë po ju uroj shumë shëndet dhe sukses e njëtë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dashur këtu bashkë edhe po e përfundojmë emisionin.